Mirëmbrëma shikues të nderuar, po ndiqni magazinën informative 21 Live News. Duam të marrim frymë, mjaft më me gënjeshtra. Kështu janë vetëm disa nga thirrjet e protestuesve kundër ndotjes. Ata të mbështetur nga disa lëvizje qytetare dolën në rrugë, u mblodhën tek Ministria e Mjedisit ndërsa marshuan deri para godinës së qeverisë. Për shkaqe sigurie nëpër rrugë janë vërejtur edhe forcat policore. Në linjë për të drejt për drejt, kam aktivistin për mbrojtjen e ambientit Arjanit Xhaferi nga Eko Guerrilla. Përshëndetje Arjanit. Si duket linku është ndërprer. Përshëndetje Arjanit. Përshëndetje. Atër shohim se ka pasur mjaft protestues sot, keni qenë të mbështetur nga nxënës, nga student, nga shumë organizata tjera, lëvizje qytetare. Na thuaj më konkretisht kërkesat tuaja në këtë protestë. Por realisht, domethënë kjo është një protestë pjesë e programit Fridays for Future që organizohet në shumë vende të botës dhe ne si organizat kemi qenë një nga organizatat mbështetëse në këtë protestë, domethënë kanë qenë mbi 30 organizata tjera. Dhe normalisht kërkesat janë domethënë që të ketë një trajtim më serioz sa i përket çështjeve mjedisore, pa mos hyrë në detaje sepse janë 123 kërkesa që janë përcjellë qeverisë dhe organeve përgjegjëse. Do thotë vetëm 2 nga ato kanë marrë dritë jeshile nga ana e qeverisë, edhe pse shumica prej tyre domethënë kanë afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë. Prandaj kjo protestë e dytë domethënë e lëvizjes Fridays for Future të premtet për të ardhmen, po mbahet domethënë për t'i përkujtuar qeverisë dhe autoriteteve të vendit se do duhet domethënë këto lloj protestash, këto lloj presionesh, aktivitetesh ndaj neglizhencës së qeverisë dhe autoriteteve për të drejtat e qytetarëve për mjedis pasrjetësor do vazhdojnë edhe në të ardhmen, qoftë ndash në formë të marsheve, protestave, por po ashtu mund të vazhdojnë domethënë në formë të presioneve të ndryshme, mjete demokratike që kemi në dispozicion. Atëherë me këto protesta antindotja mund të thuhet se po lind një revolucion i ri në vend. Sigurisht domethënë revolucioni, po do thoja revolucioni mjedisor, le të themi revolucioni ekologjik, ka nisur qysh më herët në Tetov, domethënë ku që nga viti 2013 e këndej domethënë organizata jon Eko Guerrilla ka pas organizuar një sër protestash, marshesh bashkë me organizata të tjera partnere siç është Nëna dhe Fëmia në Tetov. Por kësaj radhe domethënë fokusi edhe joni edhe shumë organizatave tjera është zgjimi i Shkupit për këto çështje, sepse Shkupi po gjendet në majat e top listave botërore sa i përket ndotjes së ajrit. Prandaj këto do punojmë domethënë për të përgatitur lëvizje të tilla, marshe të tilla në të gjitha qytetet e Maqedonisë së Veriut. Arjanit, atëherë edhe një pyetje për në fund, a do të vazhdoni të protestoni edhe në ditët në vazhdim dhe a keni në plan të kërkoni takim me përfaqësuesit e institucioneve? Në fakt që në protestën e parë, institucionet përkatësisht qeveria kërkoi takim nga ana jonë, por ne refuzuam një takim të atill sepse nuk vlerësojmë që është e nevojshme të bisedohet më shumë. Ata i kanë kërkesat në tavolinë, në letër dhe duhet të punojnë për t'i plotësuar dhe jo të humbin kohë me takime të panevojshme. Protestat do vazhdojnë siç thash nga java e ardhshme, por nuk do ketë ditë për ditë sepse këto janë protestat e ditës së premte. Dhe të premten e ardhshme me gjaz domethënë planifikojmë, do bisedojmë prapë domethënë me gjitha organizatat që kjo lëvizje të shtrihet në gjitha qytetet e Maqedonisë, jo vetëm në Shkup, në Tetov dhe në vende ku ka patur më herët, siç është Manastiri, kështu me radhë. Mirë, Arjanit, faleminderit që pranove të ishit drejt për drejt në lajmet e televizionit 21. I falenderoj shumë.